Në një mëngjes të ftohtë tetori, në një fshat të vogël të fshehur me skodrave të gjelbra të Normandisë, Francë, një grua 90 vjeçare u zgjua para se dielli të dilte mbi horizont. Emri i saj ishte Madeleine Lauren. Për pothuajse 70 vite, ajo kishte jetuar në të njëjtën shtëpi prej guri ku kishte kaluar pjesën më të madhe të jetës së saj. Shtëpia ndodhej në fund të një rruge të ngushtë me pemë të vjetra anash, ku në pranver qelnin lule të bardha dhe në dimër gjithçka mbulohej nga një heshtje e thellë. Fshatarët e njihnin Madeleine si zonjën me kopshtin e trëndafilave. Çdo mëngjes, edhe pse duart I dridheshin dhe hapat I ishin ngadalësuar me kalimin e viteve, ajo dilte jashtë dhe kujdesej për lulet e saj. Kur kujdesesh për diçka që e do, edhe ajo kujdeset për ty, thoshte gjithmonë. Por askush në fshat nuk e dinte se pas buzëqeshjes së saj të qetë fshihej një histori që ajo e kishte mbajtur të fshehtë për më shumë se 7 dekada. Një histori dashurie, një histori humbjeje, dhe një pyetje që nuk kishte marrë kurrë përgjigje. Atë mëngjes, Madeleine u ul pranë dritares së dhomës së saj të gjumit dhe pa shiun që binte ngadalë mbi obor. Shtëpia ishte e qetë. Burri I saj, Pierre, kishte vdekur 8 vite më parë. Ata kishin qenë të martuar për më shumë se 60 vjet. Për shumë njerëz, një martesë 60 vjeçare do të ishte historia më e madhe e dashurisë që mund të tregohej. Dhe ishte. Pierre kishte qenë një burr I mirë. Ai e kishte mbështetur, e kishte respektuar dhe kishte qenë pranë saj në çdo moment të vështirë. Por në zemrën e Madeleine ekzistonte një dhomë e vogël që kishte mbetur gjithmonë e mbyllur. Një dhomë ku jetonte një kujtim nga rinja e saj. Një djalë me sy të kaltër. Një djalë që I kishte premtuar se do të kthehej. Një djalë që nuk u kthye kurrë. Kur ishte 18 vjeçe, Madeleine nuk mendonte për pleqërinë, as për vitet që do të kalonin, as për njerëzit që do të humbiste. Ajo mendonte vetëm për verën. Ishte viti 1954. Lufta e dytë botërore kishte përfunduar disa vite më parë dhe Franca po përpiqej të rindërtohej. Njerëzit po fillonin të buzëqeshnin përsëri. Kafenet e vogla në qytete po mbusheshin me njerëz. Muzika po dëgjohej në rrugë, dhe të rinjt filluan të besonin përsëri në të ardhmen. Madeleine jetonte me prindërit e saj në një fermë të vogël pranë fshatit. Ajo ishte vajza e vetme e familjes. I ati donte që ajo të vazhdonte traditën e familjes dhe të qëndronte pranë tokës. Por Madeleine kishte një ëndër tjetër. Ajo donte të bëhej mësuese. Ajo donte të udhëtonte. Ajo donte të shihte botën përtej kodrave të Normandisë. Por në atë kohë, jeta për një vajzë të re ishte shumë më ndryshe. Ajo duhej të dëgjonte familjen. Duhej të mendonte për martesën. Duhej të ndiqte rrugën që të tjerët kishin zgjedhur për të. Deri atë verë. Deri në ditën kur takoi Julien. Ishte një pasdite korriku. Madeleine kishte shkuar në tregun e qytetit për të shitur disa produkte nga ferma. Ajo mbante një fustan të thjesht blu dhe flokët I kishte lidhur pas me një fjongo të bardhë. Ndërsa po vendoste disa shporta me fruta mbi tavolinë, dëgjoi një zë pas saj. Sa kushtojnë mollët? Ajo u kthye, dhe për një moment harroi çfarë po bënte. Përballë saj ishte një djalë rreth 20 vjeç. Ai kishte flok kafe të errët, sy të kaltër dhe një buzëqeshje që dukej sikur nuk I përkiste atij vendi. Ai nuk dukej si djemtë e tjerë të fshatit. Ai kishte një mënyrë tjetër të folurit, një qetësi që e bënte Madeleine të ndihej e çuditshme. 5 franga për kilogram, u përgjigja ajo. Djali mori një mollë dhe e pa me kujdes. Atëherë do të marr 2 kilogram. Madeleine buzëqeshi. 2 kilogram për një person. Jo, tha ai. 1 kilogram për mua dhe 1 kilogram vetëm për të pasur një arsye për të ardhur përsëri. Madeleine u përpoq të mos qeshte, por nuk ja doli, dhe ai ishte momenti I parë kur Julien Morea u hyri në jetën e saj. Julien nuk ishte nga Normandia, ai ishte nga Parisi, kishte ardhur në fshat për të kaluar verën te xhaxha I tij. Pas një periudhe të vështirë familjare, babai I tij kishte vdekur disa vite më parë dhe nëna e tij ishte sëmurë. Ai kishte planifikuar të qëndronte vetëm disa muaj, por pas takimit me Madeleine, planet filluan të ndryshonin. Ata filluan të takoheshin çdo ditë, fillimisht në treg, pastaj pranë lumit, pastaj në kodrën pas fshatit, ku nga lart mund të shihnin gjithë luginën. Ata flisnin për gjithçka, për ëndrat, për frikërat, për botën që donin të shihnin. Julien I tregonte për Parisin, për dritat e qytetit, për rrugët plot njerëz, për libraritë e mëdha,
ndërsa Madeleine i tregonte për fshatin, për aromën e tokës pas shiut, për lulet e nënës së saj, për dëshirën e saj për t'u bërë mësuese. Ti nuk i përket vetëm këtij vendi, i tha një ditë Julien. Madeleine e pa e habitur. Çfarë do të thot kjo? Do të thot që ka një botë të madhe jashtë kësaj kodre. Dhe unë besoj se ti duhet ta shohësh. Ajo buzëqeshi. Ndoshta një ditë. Julien e shikoi seriozisht. Jo ndoshta. Premtoje. Çfarë? Që një ditë do ta shohësh botën. Madeleine qeshi. Nuk mund të premtoj gjëra që nuk i di. Julien heshti për disa sekonda. Pastaj tha, atëherë më premto diçka tjetër. Çfarë? Që nuk do të harrosh kurrë atë që je. Madeleine nuk e dinte atëherë, por ajo fjali do t'i mbete në mendje për gjithë jetën. Vera e vitit 1954 ishte vera më e bukur e jetës së Madeleine Laurent. Të paktën kështu do ta kujtonte ajo gjithmonë. Jo sepse çdo gjë ishte perfekte. Jo sepse jeta ishte e lehtë, por sepse për herë të parë në jetën e saj, ajo ndjeu se dikush e shihte vërtet. Julien nuk e shihte si vajzën e një fermeri. Nuk e shihte si dikë që duhej të ndiqte rregullat e vendosura nga të tjerët. Ai e shihte si Madeleine, si një vajzë me ëndra, me mendime, me një botë të saj brenda. Çdo mbrëmje pas punëve në fermë, ajo gjente një arsye për të dalë nga shtëpia. Ndonjëherë thoshte se do të shkonte të merrte ujë nga burimi. Ndonjëherë thoshte se do të kontrollonte lulet, por në të vërtetë ajo thjesht donte të takonte Julien. Dhe ai gjithmonë ishte aty, në fund të rrugës, pranë pemës së vjetër të lisit, me një buzëqeshje që ajo filloi ta njihte më mirë se çdo gjë tjetër. Një mbrëmje gushti, ata ulën pranë lumit që kalonte jashtë fshatit. Uji lëvizte ngadalë ndërsa dielli po perëndonte. Qielli ishte i mbuluar me ngjyrë portokalli dhe rozë. Madeleine mbante këpucët në duar dhe i kishte futur këmbët në ujë. Julien, po, a ke qenë ndonjëherë vërtet i lumtur? Ai u mendua. Ishte një pyetje e çuditshme, sidomos për një vajzë 18 vjeçare. Por Julien nuk qeshi. Po, tha ai. Kur? Ai e pa atë. Sot. Madeleine uli shikimin. Vetëm sot. Jo, tha ai. Edhe ditën kur të takova. Ajo buzëqeshi. Ti gjithmonë di çfarë të thuash. Jo, u përgjigj ai. Thjesht kur jam me ty, them atë që ndjej. Për disa sekonda nuk folën. Ishte një heshtje e bukur. Një nga ato heshtje ku dy njerëz nuk kanë nevojë të thonë asgjë, sepse gjithçka është kuptuar, por lumturia e tyre kishte një afat, dhe asnjëri prej tyre nuk donte ta pranonte. Në fund të gushtit, Julien mori një letër. Ishte nga Parisi. Ai duhej të kthehej. Nëna e tij ishte përkeqësuar dhe ai duhej të kujdesej për të. Kur Madeleine e mori vesh, ajo u përpoq të mos tregonte trishtimin. Do të kthehesh, e pyeti ajo. Julien nuk u përgjigj menjëherë. Kjo heshtje e friksoi. Julien. Po. Kur? Sa më shpejt të mundem. Por në zërin e tij kishte diçka. Diçka që Madeleine nuk donte ta dëgjonte. Frikë. Natën para largimit të tij, ata u takuan për herë të fundit pranë pemës së lisit. Ishte errësirë. Hëna ndriçonte pak rrugën. Julien mbante një valixhe të vogël. Madeleine e dinte se ai do të largohej, por zemra e saj nuk donte ta pranonte. Do të pres, tha ajo. Julien e shikoi. Madeleine. Jo. Mos më thuaj asgjë. Vetëm më premto që do të kthehesh. Ai ju afrua. I mori duart. Do të kthehem. Këtë ma premton. Po. Ajo nxori nga xhepi një shami të vogël të bardhë. Në të kishte qëndisur një lule të vogël blu. Merre. Julien e mori. Që të më kujtosh. Jo, tha Madeleine. Që të mos harrosh se dikush po të pret. Ai e futi në xhep, pastaj nxori diçka nga palltoja e tij. Një letër. Çfarë është? Diçka për ty. Një letër. Po. Ta lexoj tani. Jo. Kur atëherë? Kur të mendosh se nuk do të kthehem më. Madeleine u hutua. Por pse do të mendoja kështu? Julien nuk foli. Vetëm e përqafoi. Një përqafim i gjatë. Një përqafim që ajo do ta kujtonte edhe pas 90 vitesh. Të nesërmen në mëngjes, Julien u largua. Dhe Madeleine qëndroi pranë rrugës duke parë makinën e vjetër që largohej. Ajo priste që ai të kthehej pas disa javësh.
pastaj pas disa muajsh, por ditët kaluan, pastaj javët, pastaj muajt, dhe Julien nuk u kthye. Në fillim Madeleine besonte se kishte ndodhur diçka. Ndoshta letra kishte humbur, ndoshta ai ishte sëmur, ndoshta nuk ishte mundur të udhëtonte. Por babai i saj kishte një mendim tjetër. Duhet të vazhdosh jetën, i tha ai. Ai më premtoi. Shpesh njerëzit premtojnë gjëra kur janë të rinj. Ai nuk ishte si të tjerët. Babai i saj heshti, sepse e dinte që disa dashuri nuk shpjegohen. Kaluan 2 vite. Madeleine ishte tashmë 20 vjeçe. Ajo ende e mbante letrën e Julien, por nuk e kishte hapur kur, sepse kishte frikë. Frikë se ajo letër do t'i tregonte se ai e kishte harruar. Ose më keq, që nuk e kishte dashur kur. Nëna e saj e këshilloi disa herë. Hape, bi. Jo. Por pse? Sepse nëse është diçka e keqe, atëherë do të humbas edhe kujtimin e fundit që kam. Nëna e saj nuk insistoi më. Në vitin 1958, Madeleine takoi Pierre. Ai ishte një burr i qetë. Punonte si inxhinier dhe kishte ardhur në fshat për një projekt ndërtimi. Ndryshe nga Julien, Pierre nuk fliste shumë. Ai nuk premtonte gjëra të mëdha, por ai ishte aty, gjithmonë. Kur Madeleine ishte sëmur, ai kujdesej për të. Kur babai i saj vdiq, ai qëndroi pranë saj. Kur ajo qante fshehurazi për një të kaluar që nuk mund ta kthente, ai nuk e pyeste. Ai thjesht e përqafonte. Dhe ngadalë Madeleine kuptoi diçka. Dashuria nuk është gjithmonë ajo që të merr frymën. Ndonjëherë është ajo që të jep mundësi të marrësh frymë. Ajo u martua me Pierre në vitin 1960. Ata patën 2 fëmijë, ndërtuan një jetë, dhe Madeleine mësoi të jetonte me një pyetje pa përgjigje. Por letra e Julien mbeti, për 70 vite, gjithmonë në të njëjtin vend, në sirtarin e fundit të komodinës, e mbështjell me të njëjtën fjongo blu. Dhe tani në moshën 90 vjeçare, Madeleine më në fund kishte vendosur ta hapte, sepse disa ditë më parë, ndërsa pastronte shtëpinë, ajo kishte gjetur diçka tjetër, një dokument të vjetër, një dokument që nuk duhej të ishte aty, një dokument që mbante emrin Julien Moreau, dhe poshtë i ishte një datë, 1987. Madeleine kishte mbetur pa frymë, sepse kjo do të thoshte vetëm një gjë. Julien nuk kishte vdekur në vitin 1954. Ai kishte qenë gjallë për dekada, dhe dikush kishte fshehur diçka prej saj. Madeleine qëndroi pa lëvizur për disa minuta. Letra ishte ende në dorën e saj. Dokumenti i vjetër që kishte gjetur disa ditë më parë ishte mbi tavolinë. Ajo e shikonte emrin, Julien Moreau, një emër që kishte mbetur i varrosur në kujtesën e saj për më shumë se 70 vjet. Duart i dridheshin, jo vetëm nga mosha, por nga një ndjenje që ajo nuk e kishte përjetuar prej shumë kohësh. Shpresa. Ishte një ndjenje e çuditshme për një grua 90 vjeçare. Në atë moshë, shumica e njerëzve nuk presin më përgjigje nga e kaluara. Ata mësohen me pyetjet pa përgjigje, me njerëzit që nuk u kthyen, me fjalët që nuk u than. Por Madeleine nuk mund ta hiqte nga mendja një pyetje të vetme. Nëse Julien ishte gjallë, pse nuk ishte kthyer? Ajo mori dokumentin dhe afroi pranë syve. Ishte një kopje e një regjistri të vjetër spitalor. Në fund të faqes ishte shkruar: Julien Moreau, Paris 1987. Zemra e saj filloi të rrihte më shpejt. Kjo do të thoshte se Julien kishte jetuar edhe 30 vite pas ndarjes së tyre. 30 vite gjatë të cilave ai mund ta kishte kërkuar. 30 vite gjatë të cilave ai mund të kishte shkruar. 30 vite gjatë të cilave ajo kishte besuar se ai e kishte harruar. Për herë të parë pas shumë vitesh, Madeleine vendosi të kërkonte përgjigjen. Ajo thirri nipin e saj, Thomas. Thomas ishte një djalë 30 vjeçar që punonte në Paris si gazetar. Ai ishte i vetmi në familje që dinte sa shumë rëndësi kishte kaluara për gjyshen e tij. Kur mbërriti në shtëpi, ai e gjeti Madeleine ulur pranë tavolinës. Përpara saj ishte letra e vjetër. Gjyshe. Ajo ngriti syt. Thomas, kam nevojë për ndihmën tënde. Ai u ul pranë saj. Çfarë ka ndodhur? Për disa sekonda Madeleine nuk foli. Pastaj i dha dokumentin. Thomas e lexoi. Pastaj pa gjyshen e tij. Julien. Ajo tundi kokën.
Dashuria ime e parë. Thomas ishte I habitur. Ai e kishte dëgjuar emrin Julien vetëm një herë më parë, kur ishte fëmijë, por gjyshja e tij nuk kishte folur kurrë për të. Ti nuk më ke treguar kurrë këtë histori. Madeleine e buzëqeshi me trishtim, sepse disa histori nuk mbarojnë kur njerëzit largohen. Po kur mbarojnë? Ajo pa nga dritarja, kur nuk ka më askënd që kërkon të di të vërtetën. Thomas filloi kërkimet. Ai përdori arkivat, regjistrat publik, dokumentet e vjetra, dhe pas disa javësh ai gjeti diçka. Një adres në jug të Francës. Julien Moreau kishte jetuar atje për shumë vite, por ai kishte vdekur në vitin 2019, në moshën 83 vjeç. Madeleine e mori lajmin në heshtje. Ajo nuk qau, jo me njëherë, vetëm mbylli syt, sepse në një farë mënyre ajo kishte humbur Julien 2 herë. Herën e parë kur ai u largua, dhe herën e dytë kur kuptoi se nuk mund ta takonte më. Por Thomas nuk kishte mbaruar. Ka diçka tjetër, I tha ai. Madeleine e pa. Çfarë? Kam gjetur diçka në lidhje me familjen e tij. Ai nxori disa dokumente. Julien nuk u largua sepse nuk donte të kthehej. Ajo nuk lëvizi. Atëherë pse? Thomas mori frymthell, sepse ai besonte se ti nuk doje më ta shihje. Madeleine u ngrir. Çfarë? Sipas dokumenteve dhe disa letrave që Thomas kishte gjetur, Julien ishte kthyer në Normandi vetëm disa muaj pas largimit, por ai nuk kishte ardhur te shtëpia e Madeleine. Ai kishte shkuar te një person tjetër, baba I saj. Atë ditë ai kishte kërkuar lejen për të martuar me të, por përgjigjja që kishte marrë kishte ndryshuar gjithçka. Baba I Madeleine I kishte thënë se vajza e tij kishte vazhduar jetën, se ajo nuk donte më të jetonte me një ëndër, se ajo kishte vendosur ta harronte. Por kjo nuk ishte e vërtetë. Madeleine mbuloi gojën me duar. Jo, zëri I saj ishte I dobët. Babai im nuk do ta bënte kurrë këtë. Thomas heshti, por dokumentet flisnin vetë. Në një letër të vjetër nga Julien drejtuar mikut të tij, ai kishte shkruar: Unë u ktheva për të, por familja e saj më tha se Madeleine kishte zgjedhur një jetë tjetër. Nuk dua ta shqetësoj. Nëse ajo është e lumtur, atëherë dashuria ime për të do të thotë ta le të qetë. Madeleine nuk mund ta lexonte më. Lotët I ran mbi faqe. Jo lotët e një vajze të re, por lotët e një gruaje që sapo kishte zbuluar se një pjesë e tërë e jetës së saj ishte ndërtuar mbi një keqkuptim. Atë natë Madeleine nuk fjeti. Ajo qëndroi në dhomën e saj dhe hapi më në fund letrën që Julien I kishte dhënë 70 vite më parë. Letra ishte zverdhur. Fleta ishte e brisht, por shkrimi ishte ende I qartë. Ajo filloi të lexonte. E dashura ime Madeleine, nëse po e lexon këtë letër, do të thotë se ndoshta ke menduar se nuk do të kthehem. Por dua të dish diçka. Unë nuk po largohem sepse dua të të lë, po largohem sepse duhet të kujdesem për nënën time. Por unë do të kthehem. Do të kthehem për ty. Sepse në këtë botë ka shumë vende për të parë, por vetëm një vend ku zemra ime ndihet në shtëpi. Dhe ai vend je ti. Nëse ndonjëherë mendon se të kam harruar, kujto këtë. Njerëzit mund të harrojnë shumë gjëra në jetë, por nuk harrojnë personin që I bëri të ndihen vërtet të gjallë. Gjithmonë I yti. Julien. Madeleine vendosi letrën mbi tavolinë, dhe për herë të parë pas 70 vitesh, ajo e kuptoi. Julien nuk e kishte harruar. Ai e kishte pritur, ashtu si ajo, por të dy kishin jetuar gjithë jetën duke besuar një gënjeshtër. Të nesërmen në mëngjes, Madeleine mori një vendim. Ajo do të shkonte në vendin ku Julien kishte jetuar, jo për të ndryshuar të kaluarën, sepse askush nuk mund ta ndryshojë, por për të kuptuar njeriun që kishte qenë dashuria e saj e parë. Dhe ndoshta, për të gjetur përgjigjen e fundit. Udhëtimi drejt jugut të Francës ishte më I vështirë nga sa kishte imagjinuar Madeleine, jo për shkak të distancës, por për shkak të peshës së kujtimeve që ajo mbante me vete. Për 70 vite, ajo kishte jetuar me një histori të thjeshtë. Julien ishte larguar. Julien nuk ishte kthyer. Julien kishte zgjedhur një jetë tjetër. Por tani në fund të jetës së saj, ajo kishte zbuluar se historia nuk kishte qenë kurrë kaq e thjeshtë. Ndonjëherë, ajo që ne mendojmë se është braktisje, është vetëm një keqkuptim që ka zgjatur shumë gjatë. Thomas e shoqëroi gjatë gjithë udhëtimit.
Ai nuk donte që gjyshja e tij ta bënte vetëm. Gjatë rrugës, Madeleine shikonte nga dritarja. Fushat ndryshonin, fshatrat bëheshin më të vegjël, por në mendjen e saj, ajo ishte përsëri ajo vajza 18 vjeçare që qëndronte pranë lumit me Julien. Ajo ende mund ta dëgjonte zërin e tij. Premtoje që nuk do të harrosh atë që je. Ajo nuk e kishte harruar, por kishte harruar një gjë tjetër, se edhe ai ishte dikush që meritonte të kujtohej. Kur mbërritën në qytetin e vogël ku Julien kishte jetuar vitet e fundit, Madeleine ndjeu një qetësi të çuditshme. Nuk kishte frikë, nuk kishte zemërim, vetëm një ndjenjë boshllëku, sikur një kapitull i jetës së saj po mbyllej më në fund. Thomas kishte gjetur adresën e vjetër të shtëpisë së Julien. Ishte një shtëpi e vogël me një kopsht përpara, jo shumë ndryshe nga shtëpia e saj në Normandi. Një shtëpi e thjeshtë, e qetë, e mbushur me kujtime. Një grua e moshuar doli nga dera. Po kërkoni dik? Thomas u afrua. Po, ne po kërkojmë informacion për Julien Moreau. Gruaja buzëqeshi lehtë. Julien, ajo pa Madeleine. Dhe për një moment u ndal. Ju jeni Madeleine. Madeleine u shtang. Si e dini emrin tim? Gruaja uli sy. Sepse ai fliste për ju. Zemra e Madeleine ndaloi për një sekond. Çfarë? Gruaja u afrua. Unë jam Claire. Kam qenë fëmijë e Julien për më shumë se 30 vite. Ajo i ftoi brenda. Shtëpia ishte pothuajse e pandryshuar. Në një raft kishte libra. Në mur kishte fotografi, dhe mbi një tavolinë të vogël ishte një kuti prej druri. Claire e mori. Julien ma lamua këtë para se të vdiste. Madeleine pa kutin. Përse? Sepse më tha se një ditë mund të vinte dikush ta kërkonte. Duart e Madeleine filluan të dridheshin. Claire ja dha. Ajo e hapi ngadalë. Brenda kishte fotografi. Një shami të bardhë me një lule blu, dhe 10 letra. Të gjitha me të njëjtin emër. Madeleine. Jo, përshpëriti ajo. Claire u ul pranë saj. Julien nuk u martua kurrë. Madeleine ngriti syt. Çfarë? Ai kishte marrëdhënie, kishte miq, kishte njerëz pranë tij, por ai kurrë nuk krijoi një familje. Pse? Claire buzëqeshi me trishtim, sepse ai thoshte se nuk mund të zëvendësonte dikë që ende e donte. Lotët filluan t'i rridnin Madeleine. Për 70 vite ajo kishte menduar se ai kishte vazhduar jetën, por ai kishte mbajtur një pjesë të saj me vete, ashtu si ajo kishte mbajtur një pjesë të tij. Claire mori një letër nga kutia. Ka edhe një gjë tjetër. Çfarë? Julien e shkroi këtë disa muaj para se të vdiste. Ajo ja dha Madeleine. Letra ishte e shkurtër, por çdo fjalë dukej sikur kishte kaluar një jetë të tërë për t'u shkruar. Madeleine. Nuk e di nëse do ta lexosh ndonjëherë këtë. Ndoshta jo, por nëse fati na ka bashkuar përsëri në ndonjë mënyrë. Dua të dish se nuk kam kaluar asnjë ditë pa menduar për ty. Kam menduar shpesh se çfarë do të kishte ndodhur nëse do të kisha trokitur përsëri në derën tënde. Ndoshta do të ishim martuar, ndoshta do të kishim fëmijë, ndoshta jeta do të kishte qenë ndryshe. Por unë nuk pendohem që të kam dashur. Sepse një dashuri e vërtet nuk matet me sa vite qëndron pranë dikujt. Matet me atë që lë pas në zemrën tënde. Dhe ti ke qenë kujtimi im më i bukur. Gjithmonë. Julien. Madeleine e lexoi disa herë. Pastaj e vendosi letrën në zemër. Ajo nuk qau nga trishtimi. Ajo qau sepse më në fund kishte marrë përgjigjen që kishte pritur gjithë jetën. Kur u kthye në Normandi, ajo ishte një grua tjetër. Jo sepse e kaluara kishte ndryshuar. Ajo nuk mund të ndryshohej, por sepse më në fund ajo nuk mbante më një pyetje brenda vetes. Ajo filloi të shkruante. Çdo ditë, jo për të kaluarën, por për Julien, për vajzën që kishte qenë, për djalin që kishte dashur, dhe për jetën që të dy kishin jetuar në mënyra të ndryshme. Një vit më vonë, në ditëlindjen e saj të 91, Madeleine organizoi diçka që askush nuk e priste. Ajo hapi një kuti të vjetër prej druri dhe nxori letrat e Julien. Fëmijët dhe nipërit e saj ishin mbledhur rreth saj. Ka një histori që nuk ua kam treguar kurrë. Ata u ulën dhe e dëgjuan. Për herë të parë, familja e saj mësoi për dashurinë e parë të Madeleine, për djalin nga Parisi, për premtimin, për letrën.
për 70 vitet e pritjes. Kur mbaroi, mbesa e saj e vogël e pyeti: "Gjyshe, a mendon se ai ishte dashuria e jetës tënde?" Madeleine e buzëqeshi. Ajo mendoi gjatë. Pastaj tha: "Jo." Të gjithu habitën. Ajo vazhdoi: "Dashuria e jetës sime ishte edhe Pierre. Ai më dha një jetë të bukur. Ai më deshi çdo ditë. Ai ishte aty kur kisha nevojë." Pastaj pa letrat në duar. Por Julien ishte dashuria që më mësoi se zemra mund të mbaj kujtime edhe kur koha kalon. Vitet kaluan. Madeleine u bë 92. Pastaj 93. Ajo vazhdoi të kujdesej për kopshtin e saj. Dhe çdo pranverë kur qelnin trëndafilat, ajo vendoste pranë tyre një lule të vogël blu. Ashtu si ajo që kishte qëndisur për Julien shumë vite më parë. Kur njerëzit e pyesnin pse zgjidhte gjithmonë atë ngjyrë, ajo vetëm buzëqeshte. Ndonjëherë, thoshte ajo, një gjë e vogël mund të mbaj brenda një jetë të tërë.